Se unë gjithmonë lavdoj, mendoj në vitin 2000 kur ka qenë 11 kur e ka dhënë këtë opinionin që duhet me qenë 2/3 e deputetëve edhe në votimin e tretë, që sipas meje nuk është ai kuptimi i kushtetutës, po e ka dhënë atë interpretim. Tani kanë vazhdimsi po krijon kriza. Jo që vetëm për presidentin, po krijon kriza edhe në funksionalizimin e gjitha institucioneve të shtetit. Dhe na nuk e shoh kërkoni nuk e shoh kjo politike, nuk e shoh kërkoni adresim kësaj çështje. Okej, që jemi të kjo, po na s'po kemi kapacitet politik në me zgjedh, hajde të adresojmë to, adresohet në vende normale. Hajde të këshirën po ose edhe me ndryshu kushtetutën në zgjedhjen e presidentit nuk ka fundi i botës, sepse te i kalojnë këto krizë, në vazhdimsi po kemi këtë problematikë dhe e shohim se është ka qenë gjithmonë problematike me siguru të edhe deputet. Jo, sot problematike të edhe deputet. është problematike të edhe deputet. Po nëse don tiranit një partisë, gjithmonë ka më shumë zotit që... Jo, drejt për drejt, nuk një partisë, sot një